Dhimbja e qafës. Shkaqet, trajtimi dhe kur duhet të kërkoni ndihmë në fizioterapi. Mësoni si të menaxhoni dhimbjen e qafës përmes ushtrimeve terapeutike dhe edukimit profesional, duke korrigjuar faktorët e stilit të jetës dhe qëndrimit që ndikojnë në mirëqenien tuaj. Dhimbja e qafës është një nga problemet më të zakonshme muskuloskeletore në botë. Studimet epidemiologjike tregojnë se deri në 70% e njerëzve përjetojnë dhimbje në qafë në një moment të jetës së tyre. Me rritjen e përdorimit të telefonave, punës para kompjuterit dhe jetës sedentare, ky problem po bëhet gjithnjë më i zakonshëm edhe në Kosovë. Çfarë e shkakton dhimbjen në qafë? Dhimbja në qafë zakonisht lidhet me një kombinim faktorësh biomekanik dhe të stilit të jetës. Këta përfshin mënyrën e qëndrimit, ngarkesat fizike dhe zakonet e përditshme. Shkaqet më të zakonshme përfshin: qëndrimi gjatë para kompjuterit, përdorimi i telefonit me kokën e përkulur përpara, tensioni muskulor nga stresi, mungesa e aktivitetit fizik, ngarkesa e papërshtatshme gjatë ushtrimeve, pozicioni i gabuar gjatë gjumit. Shumë pacientë besojnë se dhimbja në qafë vjen gjithmonë nga problemet e diskut ose ruazat e dëmtuara, por kërkimet shkencore tregojnë se ndryshimet degenerative në rezonancë magnetike gjenden shpesh edhe tek njerëz që nuk kanë fare dhimbje. Për këtë arsye, diagnoza duhet të bazohet gjithmonë në vlerësimin klinik dhe jo vetëm në imazheri. Kur duhet të kërkoni ndihmë nga fizioterapia? Në shumicën e rasteve dhimbja në qafë përmirësohet me aktivitet dhe lëvizje. Megjithatë, është e rëndësishme të njihni shenjat kur kërkohet ndërhyrje profesionale për të shmangur përkeqësimin e gjendjes. Konsultoheni me një profesionist nëse keni dhimbje që zgjat më shumë se 2-3 javë, dhimbje që përhapet në krah, mbirje ose ndjesi shpimi në dorë, dobësi në krah, dhimbje që përkeqësohet gjatë natës. Në këto raste është e rëndësishme një vlerësim profesional për të kuptuar shkakun real të simptomave. A ndihmon fizioterapia për dhimbjen në qafë? Qasja e duhur terapeutike mund të ndikojnë ndjeshëm në uljen e dhimbjes dhe rikthimin e funksionit. Udhëzimet ndërkombëtare klinike rekomandojnë fizioterapinë si trajtim të parë për dhimbjen në qafë. Trajtimi efektiv zakonisht përfshin ushtrime terapeutike për qafën dhe shpatullat, rritje graduale të aktivitetit fizik, terapi manuale në disa raste, edukim për mënyrën e menaxhimit të dhimbjes. Studimet tregojnë se ushtrimet specifike për muskujt e qafës dhe shpatullave mund të reduktojnë ndjeshëm dhimbjen dhe të përmirësojnë funksionin. Pse është e rëndësishme diagnoza e saktë? Një vlerësim i kujdesshëm ndihmon në zgjedhjen e trajtimit më të përshtatshëm dhe shmang ndërhyrjet e panevojshme. Dhimbja në qafë mund të ketë shumë shkaqe të ndryshme, përfshirë tension muskulor, dhimbje cervikogjene të kokës, irritim të nervave, probleme të diskut, faktor të stilit të jetës. Pa një vlerësim të saktë klinik, trajtimi mund të mos adresojë shkakun real të problemit. Trajtimi i duhur ndihmon në përmirësimin e lëvizshmërisë dhe reduktimin e simptomave. Nëse dhimbja në qafë vazhdon ose përsëritet shpesh, konsultimi me një fizioterapist mund të ndihmojë në identifikimin e shkakut dhe në krijimin e një plani trajtimi të personalizuar. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.